Turqia ka reaguar zyrtarisht kundër nismës së kryeministrit Edi Rama për krijimin e një strukture të veçantë fetare, të quajtur Shteti Bektashi, duke konsideruar atë një rrezik për balancat fetare dhe unitetin e shtetit shqiptar. Qëndrimi i Ankaras u bë i ditur përmes kreut të Komisionit të Jashtëm të Parlamentit turk, Fuat Oktay, i cili ndodhet në një vizitë zyrtare në Tiranë në krye të një delegacioni të lartë parlamentar. Sipas deputetit opozitar Kreshnik Çollaku, Turqia i ka kërkuar qeverisë shqiptare të tërhiqet nga çdo ide për krijimin e një republike bektashiane brenda territorit shqiptar, si dhe të ndalë çdo përpjekje për institucionalizmin e këtij modeli që bie ndesh me karakterin laik të shtetit. Ankaraja ka përsëritur edhe kërkesën e kahershme për përjashtimin e elementeve të lidhur me lëvizjen e Fethullah Gülen nga institucionet publike dhe jeta shoqërore në Shqipëri, ndërkohë Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka shpërndar një deklaratë zyrtare ku përmend vetëm temat e përgjithshme të takimit mes Oktay dhe ministrin Elisës Spiropali, si bashkëpunim parlamentar, marrëdhënie dypalëshe, NATO dhe perspektiva euroatlantike e Kosovës, pa përmendur fare përplasje mbi çështjen bektashiane. Sipas njoftimit, palët kanë diskutuar gjithashtu për rritjen e bashkëpunimit në arsim dhe shëndetësi, si dhe për thedhimin e partneritetit strategjik mes Shqipërisë dhe Turqisë. Pavarësisht kësaj gjuhë diplomatike, mesazhi i Ankaras është i qartë: Turqia nuk mbështet dhe kundërshton fort çdo iniciativë për krijimin e një entiteti fetar të organizuar si shtet brenda shtetit në Shqipëri.